Disku i Festos është një nga gjetjet arkeologjike më të vjetra, që daton rreth 3700 vite më përpara. Ai është gjetur në vendin me të njëjtin emër në ishullin e Kretës dhe ka të bëjë, mendohet, se ka të bëjë me minoanët, që janë dihet se sa të vjetër janë. Mirë po, një lidhje interesante mes simboleve të tij, e emrit dhe gjuhës shqipe do të sillte një interpretim krejt ndryshe. Disku nuk është interpretuar deri më sot nga studimet, madje ata nuk dinë ende se si ta lexojnë. Ta lexojnë nga brenda jashtë apo nga jashtë brenda. Nga ta fillojnë leximin, nga qendra. Unë po tentoj të bëj një lexim të sipërfaqshëm dhe bazuar mbi çka shoh. Duke parë se disku ka 2 faqe, do të thotë se flet për 2 dimensione të ndryshme të të njëjtës gjë. Fakti më interesant është se në njërin anë, në qendër, është një qylaf. Edhe më çudit pasi feste është një sinonim apo i ngjashëm i qylafit, që përdoret në disa vende afrikane dhe lindje të afërt apo dhe të mesme. Përveç kësaj, fjala fest është një fjalë homonimike me fjalën feste, pra një celebrim. Gjithashtu është e qartë se festja dhe shumë kësulla të tjera simbolizojnë universin, qiellin, dhe fjala qeleshe lidhet, për shembull në shqip, me fjalën qiell. Po ashtu nga ana tjetër, në qendër është një lule me 8 petale që simbolikisht tregon të vërtetën. Pra 8, numri i petaleve, simbolizon të vërtetën, është një mënyrë simbolike për të treguar të vërtetën. Pra me kaq dhëna, duket se shkrimet e diskut flasin për diçka okulte. Në njërën anë, si të dalësh nga matriksi, simbolizuar nga qylafi apo nga festja, pra rruga e shpëtimit. Edhe nga ana tjetër, rruga që duhet ndjekur për të mbërritur te e vërteta, që do të thotë është një dimension